Një zjarr i madh është regjistruar në rajonin e Tetovës, në afërsi të varezave ortodokse. Për shkak të erës së fortë, zjarri po përhapet me shpejtësi në drejtim të malit Sharr. Në teren janë zjarrfikësit e Tetovës, ndërsa në shuarjen e zjarrit u përfshi edhe një helikopter policor, i cili po ofron mbështetje nga ajri, me qëllim që zjarri sa më shpejt të vihet nën kontroll. Vija e zjarrit po ndiqet dhe me dronët e njësisë së zjarrfikësve të Tetovës, me qëllim të parandalimit të përhapjes dhe ndërhyrjes së zjarrfikësve në terenin e papërshtatshëm. Sipas zjarrfikësve, zjarri ka shpërthyer brenda oborit të një shtëpie. Ajo që vazhdon të shqetësojë janë njoftimet që vijnë nga zjarrfikësit për zjarrvënie të qëllimshme. Për një zjarr i cili ishte brenda oboreve të shtëpisë, do të thonë me dashje, zjarr me dashje, do të thonë dikush nga këtu ka bën një ndezje të kablos, siç edhe na shpërndahen në zjarret në kohën e fundit. E pastaj është kap edhe një pjesë e një shtëpisë anësore që din të mbajmë ne gjithçka që është e mundme. E pastaj rrezikoheshin edhe 10 shtëpi tjera, bënëm evakuimin e qytetarëve, e pastaj intervenuam zjarrfikësit, kështu që nuk kemi shtëpi të tjera të dëmtuara, siç edhe shifni këtu intervenon edhe helikopteri МВР-s, gjithashtu e kemi drejtorinë për mbrojtje dhe shpëtim dhe cukun, që na ndihmojnë në menaxhimin më të mirë të kësaj situate. Gjithashtu zjarrfikësit tash futen edhe në komsori prej pjesës së Kalas, do hudhen poshtë, domethënë do vazhdojmë për ta shuar zjarrin në anën e poshtme të zjarrit i cili është aktiv ende. Tash nuk kemi rrezik për shtëpi tjera të rrezikuara, për pjesën e malit nalt po kemi rrezik që mund të shpërndahet deri në kalan e Tetovës, mirë po tash zjarrfikësit përgatiten që të futemi këmbësorisht prej anës Kalas dhe të futemi deri te zjarri që ta bëjmë lokalizimin total të këtij zjarri. Gjatë ditës janë aktivizuar dhe 2 zjarre të reja më të mëdha. Njëri prej tyre është mbi fshatin Kopanic të komunës së Sarajit në malin Zheden, ndërsa vija e zjarrit po lëviz në drejtim të Tetovës. Pavarësisht ndërhyrjes së zjarrfikësve dhe njësive ajrore, rreziku nga zjarret në hapësira të hapura mbetet i lartë. Gjatë ditës së djeshme janë regjistruar më shumë se 30 zjarre në të gjithë vendin, kanë informuar nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim.